4 vjet larg skenës, 4 vjet ku mungoj me punë, por asesi në media. U përfol shumë për zhdukjen e Genta Ismailit. Një foto e saj në trall bënte më lajm se plot emra që nuk ndalonin. Thashë theme pati shumica dezinformata. Por mund ta konfirmoj një lajm të shumë pritur. Genta po rikthehet me projektin e ri, solo. Prive ishte në përgatitje për të sjellë të gjitha të rejat nga këngëtarja pas shumë vitesh, ku i vë pikën mbi i, secilës gjë nisur nga arsyeja e zhdukjes. Unë e Ponina që më këthy prapë në shpitem as një kohë gjatë, po më pëlqen shumë se gjithçka ka është bo ma e bukur se sa që e kom lonë. Gjithmonë ka qenë shumë bukur, po tash I'm proud of everybody. Pas pauzë që 4 vjet është për shkak fëmijëve të mi, është për shkak që i kom rrit ata deri më tani, tash i kam bo do vjet edhe janë okay me konë edhe me nanin edhe me nanën time apo çapo dijon me familjarët e mi. Po që tash jam gati më kthy, e di që ko me bo punën tem cilën e baj unë edhe e di me bo. Është folur shumë dhe një pjesë e tyre kanë shkuar edhe në vesh të saj. Më kanë lënë për shtypje shumë të mira kur kanë folur për bebushat e mi, për Ivin edhe Ikan, të cilët ju mërzit shumë i pas. Është hera parë që ju marrë këtu me bo klipin edhe nuk i kam marrë me vete. Non-stop po folin telefon me ta, po i kom lënë vetën edhe ata pe din që tashmë Genta, mami vetë, është këngëtare, paka shumë, edhe bën klipe edhe këndon në studio. Qika jam gjithë ma bën mami, a je në studio, apo këndon? E une a muj me ardhë me këndu me ty? Thëm po, edhe pa kur të rritësh mami ka me ardhë me veti me të marrë, ku do që shkaj. Edhe me nëzi po pres mi marrë me veti. Herën tjetër, është klipi jam i parë mas 4 viteve që pe baj. Po s'ko mujtë mi marrë me veti, të shë njerë qysh po më shkan, qysh gjithë shka po realizohet, në qofë se one nina mirë, ko me vazhdu. Genta po kthehet pas plot 4 vitesh. Për gjatë kësaj periudhe, sa e kanë ndjerë presionin ta bëj një gjë të tillë? Presionin e kom pas veç te vetja jame. Familja jem, fancat, non-stop shkrimet në Instagram, social media, kom pas njerës lutem ktheu Gent se na ka marrë malli për ty, jemi përmallu për muzikat e tua, e tjere, kom shkrime shumë ndryshme. Sigurisht kam e pas intervista tjera të cilët kom i shpalos të shkrimet ndryshme që i kom marrë gjatë kësaj pauzës që e kom bo. Jo që më ka bo presion për one me dalë në skenë, se one s'kom dalë në skenë edhe pse i kom lexu shkrimet, po kom pas nevoj për një pauzë, me pushu fizikisht, psikisht më konë okej. Ponina okej që tash me dalë, me bo klip, me knu një kongë me gjithë zemër, edhe që e kom knu me gjithë zemër edhe me kongër në fundit që e kom realizu, në fakt konga titullohet të dua me gjithë zemër, so që ashtu edhe Ponina. Tash jam okej. Mjafton të një stil i flokësh që media të vëshonin me hamendësime. Gentën e bën të sëmur, e bën me depresion, por çka fshihej prapa eksperimenteve të saj? Unë ju më konë shumë mirë, përveç se njohim publiku si Genta, qysh unë e dal në ekrane, në skenë, në videoklipe, unë e kam edhe një pjesë temën tjetër të cilët shumë njerëz nuk ma njohin. Jam edhe humor bëj shumë, kam qef me eksperimentu me flok, me sene, se kam dert edhe miru flok me dal tullak. Më pëlqen also edhe hippie look, rock look, më pëlqen shumë, po nuk janë lukat cilat i kom shfaq akoma në ekrane, edhe kur i kom prej flok të shkurta dhe i kom bo blond, qaq shumë jom një happy me vetën, edhe kur e kanë qit këtë tashe tëme që jone nuk jam mirë edhe jam e smooth prej krepit, qapo dione, normal shumë ka ardhë mirë, se edhe i kam edhe 2 fëmije, sene thot kuku, tash u tuta, mos po ma silin, a i sen ty bisikfar, ase, edhe u tuta shumë, po, hej, qa me bo, do të me akseptu, jam ftyrë publike edhe kanë me fol, e që kanë me fol njerëz gjithmonë për mu, edhe që kanë fol gjithmonë edhe janë shkaloj se kam tjera synime njëtën tem edhe it's okay.
Zoti është i madh edhe kushdo që e ka thonë këtë sem për mu, it's not good, but peace my brother. Në mesin e atyre që u folën ishte edhe ndarja nga usta. Genta mohon kategorikisht krizën në raport me bashortin, i cili ishte edhe në përgatitje në çdo hap pranë saj, duke u gjendur me gjithçka. Usta është përkrahasi shumë i madh jami, edhe më ka thonë që jam your biggest fan e muzikës tem. Kam fat shumë që e kam edhe partner tjetës, edhe burr, po edhe përkrahasi muzikës tem, i cili nuk më pengon asnjë aspekt, edhe nuk është xheloz as pak ndaj jetës, mënyrës jetës tem si artiste. Që kjo më ka bo me dasht ustën ma shumë edhe nuk e mendoj asnjë moment pa ta. Kam qef gjithmonë më konë se kur ajo është afër meje, unë e nina shumë ma sigurt edhe shumë ma mirë. Se më nje shumë mirë edhe I don't know, I just nina mirë me ustën shumë, e kam gjithçka. 4 vjet nuk janë shumë, por me ndryshimet në estradë janë më se të mjaftueshme për të parë shumë çka risi. Ndryshimi është veç pozitiv edhe po më pëlqen që ky sen shumë se kolegët e mia të cilat i kom njoft edhe njerëzit të cilë i kom njoft kur unë e kom fillu, për shembull i kam pas jo ndo krejt ndryshe. Edhe atëherë une thësha, o më kon t'ja bëjsha qëtë look që sajna, ose që ti të doke që kjo që shto, i shdok shumë a mirë. E qaj është bo që tash, edhe e kanë realizu që ato, edhe kanë pesha, i kanë dhëmë të mirë, i kanë flokët mirë, i kanë tenin e mirë edhe përgërdesën krejt për vetën e vetë shumë mirë, që sa po më këtë vetja që unë e kom me tash mbrapa. Edhe definitivisht unë jom konë një nanë, kom najtë në shpe, kom shëtit me fëmijët e me dhe s'kom pas shumë kohë me empatje, për shembull në Zvicër kur jam të jetu për momentin, unë e dalë në pijama, në papuqe me bled diçka për fëmijët e me, jam bashkë nanë që shto, nuk më shaq që shto definitivisht jo, po më vjen mirë shumë që njerëzit edhe kolegët edhe në televizioneve krejt po doken perfekt, shumë mirë edhe muzikën edhe gjithçka është, I love it. Besoni ose jo, Genta është pa telefon. Kolegët e me s'kom pas shumë kontakt me tregu drejt, e kam një muj që s'kom pas telefon, edhe s'kom telefon për momentin. Se Genta s'bajnë s'ka telefon. Ma ka gjujtë në shole djale. E kur ki fmi që shto është. S'kom telefon se është okej edhe mos me pas telefon. It's okej, për momentin. Edhe pse po mungon ka njerë shumë. Ma ka mësu durimin. Kom mësu ma shumë e pas durim. Se kam ashtu ku e kom telefonit. Më voti, si gjithmonë. Të flasim për këngën e re, gjirimet e videoklipit së cilës përfunduan të premten. Këngën e kom realizu të Qeliko, një producent i jashtëzakonshëm. Akoma s'ka përfundu kënga, është veç demo, edhe me demo jam të e realizu klipin. Nesërmë në ora 2 ku me shku me përfundu krejt këngën, është një këngë shumë e mirë, mu po më pëlqen shumë, edhe stili i këngës po ma nxjerr një stil tjetër të vallëzimit tim, të mimikave të mia të fytyrës e tjerë e tjerë. Do ta shihni, keni me pa edhe vetë klipin. Por duket se ky rikthim nuk do të ndodhte sikur të mos ishte një telefonat nga Luana, e cila i tregoi fiksimin me një prej hiteve të saj të dikushme, që erdhi i ripërpunuar. Une me tregu drejt, une nuk e kom pas njët me bo as këngë, as klip, as kur gjo këtë vet, kom pas me fillu vitin tjetër. Genta ka shumë punë gati dhe do jetë vazhdimisht në lëvizje e jo veç në Zvicër, por fëmijët do i ketë pranë. Ideja kam shumë ideja, kanë mu realizu shumë projekte, kam vetëm punë
që kjo më duhet, se kam projekte shumë, unë jam artiste, jam kreative, krijoj që kjo është puna jam edhe s'komunal kur një dej sa des të kriju. Edhe që kjo s'po du me dhona është ta informacion ma shumë ma tepër, po kam projekte të ardhshme ku me bo këngë shumë, edhe klipe, edhe në Shqipëri, në Kosovë, edhe mi marrë me veti ku të shkoj, se unë vetë kur t'i kam fëmijët afër nina shumë e lumëtën. Vyn shumë punë edhe veç punë se krejt bojnë që atë punë e kam me bo koncerte, me punu, me qitë këngë për çdo ditë. Që shka njëri unë punë të vetë, 3 gollë që ashtu edhe na e kena me bo këngë, 3 gollë me bo këngë për çdo ditë, për çdo javë, për çdo muaj. E mbushur me energji, me njerëz të dur pranë saj, këngëtarja është gati për një rikthim super të fuqishëm. Welcome back, Gjenta. Po du mi falenderu krejt stafit dhe njerëzit e cilët më kanë ndihmu me ardhur deri në këtë moment që jam këto. Kacit, i falenderoj shumë, Selmës, nanës tem, e tjerë, krejt njerëzve, është Minka, janë dizajnerët e mia, brandit Septa, që e kam bërë të mëndshme për mu me konë sa ma shpejt gati edhe me kriju një videoklip sa ma shpejt, se krejt për një me nxi po presin unë e mu rikthy edhe mu kthy në skem prap.